إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Fillimisht e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, ashtu siç takon madhësisë së tij. Pastaj dërgojmë salatë dhe selame për të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekën rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit. Dhe të dashur, kemi folur më herët për disa edukata që duhet i ketë parasysh çdo musliman. E sot në këtë ditë xumaje, me lejen e Zotit të flas disa fjalë rreth edukatës e shkuarjes në tualet, në WC. Nga se Islami është një fe e plot, nuk ka lënë ndonjë pjesë të jetës pa fol diçka. Feja jonë e plot ka folur edhe për çështjen e tualetit. Si duhet muslimani me shku në WC, si duhet të pastrohet, cila është vlera e pastrimit, e kështu me radhë. Nga se Allah thënë Kur'an, "El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Dhe sot Allah thotë, "Do kam përsos fen, dhe do kam bërë tamam nimetet e mia, dhe jam i kënaqur me këtë fe." Pra feja jonë është e plot në gjitha aspektet. Dhe të dashur, njëtë për ditëve, erdhën disa mushrik, disa që adhuronin idhujt të Selman el Farisiu, dhe i thanë, "O Selman, pejgamberi juaj po va mëson juve çdo sent. Bile pejgamberi juaj po va mëson edhe shkuarën në WC, në tualet." Ki mushrikë kishte dashur mu tall me Selmanin radhiyallahu anhu, por Selmani radhiyallahu anhu u krenua. Tha, "Ejel, po, tha, jam krenar unë që pejgamberi im ka folur edhe për këtë çështje, se si unë me shku në WC." Dhe i ka përmend disa edukata që do të folën në këtë hutbë inshallah. Dhe të dashur, nëse nalmi nga analizue disa dënime në varr, disa njerëz dënohen në varr vetëm se nuk kanë qenë të kujdesshëm gjatë kryerjes së urinës. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith të saktë thotë, "Aktharu adhabil qabri min al-bawl." Shumica e dënimeve të varrit vijnë si pasojë e urinës. Nga se kanë bërë urinën, e ka kryer nevojën, nuk ka qenë të kujdesshëm. Ndoshta janë stërpik, ndoshta urina ju ka rënë tesha. Pra po thotë pejgamberi, shumica e dënimit të varrit vjen si pasojë e urinës. Gjithashtu pejgamberi thotë në një hadith, tregon një sahabi, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kaloi para dy varreve. Dhe i tha sahabëve pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Innahuma yu'adhabani wa ma yu'adhibani fi kabir." Pejgamberi ju tha, "Këta dy persona në varr janë të dënuar, por në syrin e tyre janë dënuar për disa gjëra që nuk kanë qenë të mëdha. Do të duket normal mos stërpik nga urina, por kjo është sebeb mu dënu në varr." Pejgamberi tha, "Njëri prej tyre kur e ka kryer nevojën, kur e ka kryer urinën nuk është kujdes. Kurse tjetri tha i ka mbajt fjalët, i ka marrë prej njënit, i ka çuar te tjetri me niyet që mi përçon muslimanët." Shikoni vëllezër të dashur, dënimi në varr pas ka ardhur për këta persona pse nuk kanë qenë të kujdesur në kryerjen e nevojës, urinës. Gjithashtu është një hadith tjetër, pejgamberi sa ka thonë, "Ittaku al-la'anain." Keni kujdes nga dy persona që ju mallkojnë juve. Sahabët pyetën, "Ja Rasulullah, kush na mallkon neve?" Tha, "Nëse e kryeni nevojën në rrugë ku rrin njerëzit ose në një hije ku po shojnë njerëzit. Pra ti e kryen nevojën, nuk e zgjedh vendin e duhur të mallkojnë njerëzit. Nga se e kryen nevojën në një vend ku njerëzit pushojnë, rrin, dhe tani aty kur vinë me pushue, vjen erë e keqe. Edhe kush ka me ndërru këtë erë, ka me çu një mallkim. Ka me thonë, Allah ja dha hakin, ku e pas ka gjetë me kryen nevojën bashkë këtu ku ne pushojna." Pra shikoni vëllezër të dashur, jo vetëm se duhet me këshirë si me bë nevojën, por duhet me këshirë edhe ku e bëjna nevojën. Në çfarë vendi? A i kena plotësu kushtet që me qenë vendi tamam ku aty Allah është razi. Mos kemi bëu apo ndonjë gjëna të saktuar, e kështu me radhë. Pra vëllezër të dashur, janë disa edukata, ulemaja ka përmendur në librat e tyre, do të mundohen këtë hutbë me përmend disa prej tyre. Edukata e parë, kur shkojmë në nevojtore, në tualet,
na mëson pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me bëni dua. Me bëni dua, me thonë fillimisht bismillah, me thonë duan Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Bismillah pse? Se mëson thotë në një hadith, njeriu kur e hek teshën, perdja mes gjinëve dhe personit është bismillahja. Ti kur në WC, në tualet i hek teshat e tua. Kur thu bismillah, është një perde mes ty dhe gjinëve. Këtë arsye janë sunet të thuhet bismillah, e tani të thuhet duaja Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, o Zot ruam nga gjinët që janë meshkuj dhe nga gjinët që janë femra. Pse ka gjinë në nevojtore, po dhe të dashur. Këtë arsye ka rregulla dhe duhet me bëj dua para se me në nevojtore nga sa aty më thon ka e gjina. Kjo është çështja e parë, pra duaja para se me hinë në nevojtore. Çështja tjetër dhe të dashur për sunet për Muhamedit sallam është të himi në nevojtore me komën e majtë. Në për vendet e ndershme, në xhami himi me komën e djathtë, nëse është vendi bekum, është vendi veçantë. Në për vende që nuk kanë bekume, nuk kanë të veçanta, aty më thonë përdorë koma tjetër, koma e majtë. Edhe me këtë komë më thonë është për sunetit të himi në nevojtore. Kurse kur dalmi nga nevojtore, dalmi me komën e djathtë. Kjo është më thonë suneti i tretë. Edukata tjetër me radhë dhe së dashur, nuk ban me përmend Zotin në nevojtore. Me thonë, subhanallah, elhamdulillah, me lexu një ajet kuranor, pra më thonë ndalohet. Gjithashtu ka thonë ulemaja, këtu hin dhe ezani. Nëse hin WC dhe fillon muezini me e thirr ezanin. A ba me përsërit muezini, sa sunet, kur thotë muezini Allah akbar, edhe ti me thonë njësoj. Por kur je në toalet, nuk i drejt. Nuk i drejt më thonë me e përsërit atë sësën e thotë muezini në ezan. Gjithashtu ka thonë ulemaja, nëse dukesh të shtit, ne e dina meselën. Nëse dukesh të shtit, thotë elhamdulillah, ne du me akti yerhamukallah. Po a kemi drejt kur jemi në nevojtore? Nuk kemi drejt. Nga se në nevojtore nuk përmendet më thonë emri i Zotit subhanahu wa taala. Gjithashtu nëse dukesh të jep selam, ti je në WC mrenda, je në toalet, dikush të dha selam, nuk i drejt. Nga se ka pas raste edhe në kohën e Pejgamberit alayhis salam, kanë ardhur disa sahabe, për asa ka qenë duke pirë nevojën, i kanë dhënë selam. Për asa se ka kthyer selamin. Nga se personi është në nevojtore dhe nuk ka drejt me përmend emrin e Zotit subhanahu wa taala. Ishte e katërta. Gjithashtu dhe së dashur e pesta me radhë për edukatës është në mushtimit diçka mbrenda toaletit, aty gjëra që përmendet Allahu. S'ka më marr një libër, ose më marr një musaf, ose më marr një libër fetar, po aty përmendet Allahu në ato libra, nuk lejohet me shtim WC. Kjo është edukatë, nga se ata vene nuk janë të pasërta, kështu që nuk ban me shtje dhe librat që janë fetare, aty ku përmendet më thonë Allahu dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam. Për gjëra tjera dhe së dashur është e gjashta me radhë, ndalohet në tualet mes me bu muhabet. Mes me fol me dikan, përveç nëse ka nevojë diçka urgjente, shembull nuk ka ujë. Ki drejt me thonë, prej tualetit mrena me thonë, më bini pak ujë. Për gjërat e nevojshme, kurse në esencë nuk ban me fol në tualet, është mekruh. Është një vepër e urrëtë në Islam me bisedu, më thonë me bu muhabet në tualet. Kjo është edukata e 6. Edukata e 7, për edukatave gjatë kryesë e nevojës, është me zgjedh një vend ku nuk të shohin njerëzit. Jo me shku ti me hin tualet dhe me lon derën qel. Ose me shku dikuni në hapësirë, në një fush, e ban nevojën dhe këtë tjerë të shohin tyje. Ka hadithe ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka pyetur nevojën, nëse ka qenë dikuni në një hapësirë të gjanë, ka shku larg dikun që mos ta shohin njerëzit duke pyetur nevojën. Kjo është edukat. Kjo është me rrit nderin. Mos po ta pra dikush avretin tan. E kështu më radh. Pra kjo është për edukatës, nëse kryhet nevoja, të kryhet në një vend ku nuk të shohin më vonë njerëzit. Me mbyll derën, po nëse është diku i larg, me shku dhe mu largue nga njerëzit. Gjithashtu dhe se dashur ka thonë rimaja një gjë tjetër, edukata e 8 me radhë, veni për krimi urinën, mes me qenë një vend i fortë, mes me qenë guri. Pse kjo? Nga se ka mundësi, më thonë, gjatë kryes e urinës, të stërpiket personi. Po shpëmendet në disa hadithe, mësa me ka zgjedh venin e butë. Vene ku, më thonë, nuk kthehet urina.
Nga se nëse kthehet urina ne e dimi meselën që teshat bën të fllihura, kështu që nuk kemi drejtë edhe mu falë edhe namaz. Nëse në zgjedh vendin e but, nëse dikuni në hapësirë në një fushë, me zgjedh vendin e but aty ku e kryen nevojën. Gjithashtu dhe së dashur, edukata me radhë, për edukatës është gjatë kryerjes së nevojës, sidomos nëse jemi dikuni jashtë, mos të kthehemi ka kibla. E njëjta vlen mes mja kthi shpinën kiblës. Nuk kthehemi gjatë kryerjes së nevojës as ka kibla, por nuk ja kthehemi edhe shpinën kiblës. Selmon radhiyallahu anhu në hadithin fillim, Selmoni ju tha mushrikëve, tha pejgamberi sa na ka mësuar neve, mos më u kthihra ka kibla kur e kemi nevojën, as mos më ja kthi shpinën. Po nëse jem brenda, mrena murnave, a lejohet më u kthi ka kibla? Më e saktë që edhe këtu nuk ndalohet. Është me kohë, edhe mrena veseve, edhe mrena murnave, më u kthi ka kibla gjatë kryerjes së nevojës. Që më thon, kemi kujdes, kjo një edukat, edhe këtu respektohet qapja. Mes më kthije, mes më ja kthi shpinën ose mes më kthi fytyrën nga qapja gjatë kryerjes së nevojës. Gjithashtu ulemat kanë thonë nëse edukata e 10 me radhë, nëse kryet nevoja dikuni jashtë, edhe frin era, ke kujdes mos e kry nevojën. Nga se era ka mundësi e shpëndon urinën, kështu që edhe teshat e tua bën të fllihura. Shikoni më gjitha këto edukata, vetëm se me ta rujtën Islami pastërtien. Gjithashtu edukata tjetër me radhë, është ndaluar në Islam të kryet nevoja në xhami. Mo kjo është haram, elhamdulillah, i kemi begatitë e Zotit në dhojat më herët, kur kanë pas një fukarallëk dhe s'kan pas nevojët më kryesore, ka ardhur ndoshta mundësia, ka ardhur një herë koha që edhe në xhami kanë punë. Kështu që më thon ndalohet rrepsisht më thon kryerja e nevojës në xhami. Gjithashtu ulema kanë thonë me radhë, për gjërat që ku ndalohet kryerja e nevojës është edhe kryerja e nevojës në varreza. Pse në varreza? Nga se pejgamberi na ka ndaluar neve mos me shkel varret. E keni vënë kur kemi qenë në xhenaze, i themi xhamatit mos i shkelni varret. Se pejgamberi ka ndaluar me shkel. Po me kry nevojën në ato varre, është edhe më e rëndë. Gjithashtu me bë urinën apo nevojën e madhe mbi varreza, më thon ndalohet, është haram në 4 mëdhëbet. Kështu mund të pas kujdes, më thon mes me kry nevojën në varreza. Gjithashtu ndalohet kryerja e nevojës në një vend ku kalojnë njerëzit, në një rrugë që është çakullojnë njerëzit, hecin. Aty ndalohet, nga se kush të kalojë ka më të mallkue, nga se ka më ndëgjuar era të rënda. Pa më kemi kujdes mes me bën nevojën nëpër vende ku kalojnë njerëzit. Gjithashtu ndalohet nevoja të kryhet nëpër pushimore, nëpër vende, nëpër hija të caktuara ku njerëzit i shfryzojnë për me pushue. E përmenda hadithin më herët, ku pejgamberi ka thonë mallkojnë njerëzit. Nëse ti e kryen nevojën në ato vende, ka më të mallku njerëzit nga era që ata e ndjejnë. Gjithashtu edukata tjetër me radhë dhe së dashur, mes me kry nevojën, mes me kry urinën në një ujë ku nuk lëvizën. Se ujë që lëvizën, nëse e kry nevojën e ta, e merr ujë e çon. Po nëse kryet nevojën në një vend, në një ujë ku është i mbledhur, dhe nuk lëviz ujë, aty ka ndalesë. Janë disa hadithe për nësëm e kanë ndaluar që në këta vende mes me kry nevojën. Dhe së dashur për gjërave tjera, për edukatave është që me përdor ujë gjatë pastrimit të urinës apo jashtëqitjes. Me përdor ujë, kjo është më e mira. Po nëse raste nuk kemi ujë, i kemi disa hadithe për selam ku person ka përdorur disa guralesa. I ka përdorur mësam 3 gurzi dhe është pastru me gurin në rast që nuk ka ujë. Por e mirës është që me pastru, më pastru me ujë. Edukata tjetër është gjatë pastrimit ta përdorni dorën e majt. Mos të përdorë dora e djathtë gjatë pastrimit prej jashtëqitjes apo urinës, por të përdorë dora e majt e jo dora e djathtë. Gjithashtu për gjërave tjera që është mirë me ditën, është mekruh, është vepër e urrëtur të kryhet nevoja urina në kom. Pse kjo? E sidomos nëse është rreziku që ndoshta fliqesh, ndoshta stërpikës. Për arsye më thonë ka disa hadithe, për asa me kanë ndaluar që mes me kry urinën në kom. Kemi kujtë nga se është rreziku i madh që ne teshat tona mund të fliqen me urinë. Gjithashtu dhe së dashur, për gjërave që ulemaja kanë përmendur për libra, është mesela mes me qëndru gjatë pa nevojë në nevojtore.
Nëse kërkon nevoja, kemi ndet, as ka nevojë, po jo me zgjat. Sikur ne po shohim disa përpara kanë lexuar gazetën në përveçje. Në toalet. Sot do të arrin telefon, arrin Facebook e dikuni tjetër, i përcjell mesazhet, Allah nuk dhe me dorë dhe një ajet, dhe një hadith, dhe një fjalë e Zotit edhe ma keq. Pra të kemi kujdes në vitore, ndejet as sa ka nevojë. Edhe në një herë me krye nevojë dhe me dalë. Kjo është edukat, nëse nuk është vend i përshtatshëm për muslimon, nga sa aty ka, mos si tash pak më herët, ka e gjina, ka më dhënë shejtan në atë vend. Gjithashtu për çështjeve tjera që është ulema ka bënë për libra, është meselja pasi që kryet urina, është mirë ta stërpikim organin ose teshat e mbrëmshme, që mos vere shejtani të bëjë vezvese, jo vallai ka dal urina, jo s'ka dal urina. Por i themi mat vedijen tonë, i themi janë të lagura nga se unë e stërpika. Se shpesh xhamat vin pyetje të ndryshme, thon hoç, unë ku marr abdes, më duket se diçka ka dal, jo ka dal, ja s'ka dal. Çish më largu këtë vezvese, pasi që kryen urinën, është mirë me stërpik. Me ujë, nëse vjen vezvesa që ka dal urinë, themi jo. Ai lagështia është për shkak që ti e ke stërpik me durtë tuaja. Kjo është një edukat tjetër që kanë përmendur ulemat në libra. Edukata tjetër ndër së dashur, pasi e kryemi nevojën, ashtu si përmenda në fillim, himi me dua në WC, edhe kur dalmi është një dua tjetër. Është transmetuar në një hadith të rënë sahabët, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, idha kharaja min al-khala'i qala ghufranak. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur dilte nga nevojtoria, nga tualeti, thoshte ghufranak. O Zot, falën tonë dhe kërkoj. O Zot, falë mua. Pse më kërku falje? S'kemi bërë një gjuna nevojtore. Po thonë ulemaja, njeriu kur e qet atë që e ka brenda, ndoshta nuk është as sa duhet falënderues. Pse nuk jemi as sa duhet falënderues, themi o Zot, më fal për gabimet, lëshimet, s'kum qenë as i kujdesshëm në falënderim ndaj teje. Gufranek o Zot. Pra kjo është urtësia, pse ne themi kur dalmi nga nevojtora, themi o Zot, më fal. Është një dua e shkurtë dhe më thon është për sunetet e pejgamberit sallallahu dhe e fundit, më thon kur dalmi nga tualeti, kemi thon duan, për sunetet e pejgamberit sallallahu është mila duart. Është transmetuar një hadith për nësëm kur ka dalë nga nevojtoria, i ka thonë njëri prej sahabëve, më bini ujë. Edhe nësëm i ka la duart e veta, pasi që e ka kryer nevojën. Pra këta janë disa edukata shumë rëndësi, por ajo që është më e madhe, këtë këtyre është të kemi kujdes gjatë kryerjes së nevojës, mos të stërpikemi. Nga se dënimi i varrit, shumica e dënimit të varrit vjen nga kjo çështje. Elusim Allah subhanahu wa taala që Allah na bën të kujdesshëm gjatë kryerjes së nevojës, ti praktikojmë sa më shumë këto sunete të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me qëllim me fitu razinë e tina, wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.